Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, assalamu alaikum. Kemi përmendur në takimin e kaluar etapat që duhet ndjekur drejt fitores, raport me betejën, me egon dhe me veten tonë. Duhet me mësu, pa dije nuk ka fitore, nuk ka dalje nga errësira. Duhet të bëjmë punë të mira që dituria të jetë pastaj e dobishme dhe e shëndosh. Por nuk duhet të mbetemi vetëm brenda veteve tona. Duhet të dalim të bëjmë dobi, duke këshilluar, bashkëpunuar edhe me të tjerët. Dhe në gjithë këtë rrugtim duhet kemi sabër. Kështu ja dalim, kështu fitojmë dhe kështu tek Allahu xhallahu ala faqebar dalim. Cilat janë ato faktorë që na ndihmojnë në këtë betejë? Si me mposhtë vetveten? Pedim duhet më mësu, po nuk ka lehtë më mësu. Nuk ka lehtë me ul edhe me mësu, nuk ka lehtë. Nuk ka lehtë me marr dije të shëndosh, nuk ka lehtë. Nuk është lehtë me vepru punë të mira, nuk është lehtë. Veçanërisht në mungesë të bashkëpunimit, në mungesë të rrethit, në mungesë të ambientit të përshtatshëm. Nuk është e lehtë. Çka na ndihmon në këtë drejtim? E para të ndrosh shikues të kërkojmë ndihmën e Allahut më të madh. Pa Allah nuk mundemi. Nuk mund t'ia dalim kundër vetes tonë pa Zotin te barekuta. Është një mision i pamundshëm. Me Allahun është i lehtë dhe i mundshëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fjalimet e tij kur fillonte gjithmonë na rikujtonte me këtë realitet. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kështu thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Kërkojmë Allahu që të na mbrojnë nga të këqijat e egos tonë. Edhe nga të këqijat edhe pasojat e rënda të veprave tona. Allahu na ndihmon të bëjmë punë të mira. Dhe Allahu na ndihmon që të mposhtim epshin, të na ruan nga e keqja e epshit. Çfarë është e keqja e epshit? Kur ai vërshon, kur ai del nga binarët, kur ai e dominon zemrën dhe mendjen e njeriu. Atë është i keq. Atë është i dëmshëm. Si me rikthyn binarët e dur, ka faktor, ka mjete. Por kryesori është të kërkojmë ndihmën e Allahut te barekuta. Muhamedi alayhi salatu wasallam kërkonte shpesh ndihmë nga Allahu xhallahu ala për këtë çështje. Edhe në hyrje të fjalimeve, por edhe në lutjet e posaçme. Çfarë i dërguari sa më thonte? Nga lutjet e tij ishte Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. O Zot, dhuroj vetes time, nefsit tam, brendësime, dëshmit me ftueshme. Thot, këtë taqwaha është mbrojtja. Ne hem mbrojtje nga sherrri i epshit. Ne hem mbrojtje nga keqja e egos ton, e lakmis për materialen. Dhe pastroje nga se ti je ai që më smiri dhe i vetmi që e pastron si duhet. Se ti je miku dhe krijuesi i kësaj zemre dhe i këtij shpirti dhe i këtij njeriu. Allahumma ilhimni rushdi wa qini sharra nafsi. O Allah, më jep pjekuri e maturi e më ruaj nga e keqja e vetes time. Nefsi njeriu është në shpërputhje me pjekurinë. Nefsi nuk mund të sjellë pjekuri. Nuk mund të sjellë veprime të pjekura, të matra. Egoja, epshi zakonisht na shpihen në situata që tregojnë pa pjekuri, me ndjelesi. Ndaj ka kërkuar mbrojtje pejgamberi nga këto situata, që të jemi të pjekur, që ti me të matur, e për qenë kështut, duhet t'ja dalim kundër nefsit tonë. Për t'ja dal, duhet të kërku ndihmën e Allahut te barekuta. Kjo është e para. E dyta të ndëruar vëllezër dhe motra është të njohim këto anë të errta. Që kur që kam përmendur atje te etapat, edhe këtu. Sa më tepër e njohim veten tonë, më mirë e dim ku duhet goditur, me çka duhet marr. Nga sa atje kam përmendur dijet përgjithshme, njohuritë përgjithshme. Mirë, po tash po shkojmë duke detajzuar. Me njoh veten tonë. Ku e njohim veten tonë? Mas pari e njohim veten tonë përmes fjalëve të krijuesit tonë. Çka flet Allahu për këtë anë e errët njeriu? Çka ka njeriu në veten e tij? Çka ka njeriu në veten e tij? Allahu xhallahu ala tha: "Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala." Njeriu është i prirur që për shumë gjëra të debaton, diskuton. E pse kjo e ku kështu? Domethënë, një veten tonë.
Se nga njerë vje urdhni Allahu xhallahu ala, ndoshta e diskutojmë për te nevojës. Ndoshta debatojmë për gjë që nuk ka nevojë shumë me debatu. Duhesh ti pranosh e të nështrohesh. Me dije normal. Por nga njerë debati është imponuar dhe i motivuar nga epshi. Nuk është debat për ta qartësuar të vërtetën, por është debat për ta arsyetuar refuzimin e të vërtetës. E dallon kjo nga e para. Ka njerëz që debatojnë për ta refuzuar të vërtetën. Sillen domthon argumente imagjinare të paqëndrueshme vetëm që ta refuzojnë të vërtetën. Arsyetime të caktuara vetëm që të largohen nga zbatimi i asaj që Allahu ka kërkuar prej tyre. Prandaj i tilli ti unë gjithë jemi ne. Prandaj merrem me këtë çështje. Mos po diskutojmë më tepër se duhet. Mos po pyesim më tepër se duhet. A thua vallë motivi i këtyre pyetjeve, ti debati cili është? Shërimi apo refuzimi, çka është? Lufton këtë pikë. Lufton këtë pikë. Ka njerëz që vinë dhe kërkojnë nga njerëz të ndruar shikues përgjigje, ama jo përgjigje fetare, o përgjigje që legjitimon veprimet e tyre. Andaj kanë qef një punë me kun halal. Edhe e din cili është ai për shembull që u jap këtë përgjigje. E shkojnë i pyesin. A ju jap përgjigje që përshtatet me epshet tyre? Kur ju në veta. A ja ke dalë këtë betej? Jo, si ja ke dalë. Jo, nga se këtu e ke ushu epshin, jo zemrën. Me pa një vetë njëri që është duhet, dhe me vepru mbi bazën e kësaj njohurie, nuk është me pyetje që realisht i përshtatën epshet e tij. Po do të pyeste atë dhe në atë mënyrë që shpërfaqet e vërteta e jo legjitimohet epshi. Këtë probleme kanë shumë njerëz sot fatkeqësisht. Ne duhet pas kujdes kë po e vesim. Po dhe si po vesim? Si po pyesim? Ç'është formulimi? Pse po pyesim? Pse po diskutojmë? Arsye që po i shfaqim, a janë reale? A janë në këtë masë, apo janë më të vogla? Gjitha këto shumë tjera, janë më rëndësi. Nëse Allah për në thotë se njeriu është i prirur nga epshi i tij, nga egoja e tij që për shumë gjëra të diskuton. Allah tha, "Wa khuliqa al-insanu ajula." Njeriu është në thelbin e krijimit të tij i nxituar. Çka nuk kupton? Ngutet. Bën dua, e pse Allah s'u përgjigj? Do më përmirësu, jam të mundu që 1 muaj, 2 muaj me lënë një punë pas po mëj, le krejt këtë punë. Një vetën tonë, apo shaj që i nxituar je. Ne mos merr vendime në këtë nxitim. Merr vendime me bazën e besimit. Çka thot imani? Me prit, me bo sabër, jo me nxitu. Andaj të ndërshikues, sa më tepër e njohim veten tonë, thash prap, më lehtë e kemi me ja dalë. Është faktori i rëndësishëm me një veten tonë. Kur një veten që për shembull jam i prirur për diskutim, në kuptim të refuzimit të vërtetës, në kuptim të kontestimit të gjërave që nuk duhet kontestuar, në vështirësimin e praktikës. Nga natyra ime mund të jemi nxituar, kam qef që punë më kry shpejt. Andaj këto jemi kujdesshëm. Në këto gjëra jemi kujdesshëm se e njoh veten time. Ne sa më tepër njohim veten, aq më afër fitores jemi. Aq më lehtë ja bëjmë veten tonë. Njihe veten tonë. A njeh veten tonë? Njerëzit më mirë njohin të tjerët se veten e tyre. Nëse u thua njerëzve për shembull, hajtë shkruaj disa anë të errta që i ki. Hajtë shkruaj disa cilësi për shembull që nuk kanë të mira, që duhet me i largua ma i ki. Shkruaj. E ka vështirë. Do më bëjë njërën thotë, e kam këtë, po nuk e kam bash ashtu. Po nuk e kam ndoshta vazhdimisht. Fillon me arsyetu vetveten. Çaja xhedela. Arsyetues, diskutues, domthon debatus. E nëse i thuhet, janë letrat të zbrast të bardh, shkruaj të metat dhe likësit e filonit. Pa të din shumë mirë. Asa shkruaj e ka këtë. Do shta, mund të shkruajnë 10 të meta brenda një letre. Për vetë e ka vështirë. Dhe Allah bëhet kështu jeti. Për këtë arsye, Allah tha, belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu e një vetën e tij shumë mirë, walau alqa ma'adhira, pse është i prirur që të arsyetohet në vazhdimsi. Subhanallah, sa bukur Allah na vet për vetën tonë. Prandaj rruga e triumfit është njohja e vetvetes.
rruga për me e mujt veten, egon, epshin, që pasaj me jetu me udhëzimet e besimit, jo me përshpritet e nefsit, me jetu me udhëzimet e Allahut te barekutaala, me jetu si njeri formuar, është njihe vetën tonë. Kërkon ndihmë dhe njihe vetën tonë. E shumë tjera që Allah flet për vetën tonë në Kur'an. Vetën tonë mund të njohim duke marr këshilla për tjerëve. Mos refuzo këshillat. Kur të kushtot je kështu në rregull. Merr edhe arsye, merr edhe analizoje. Mund ta ketë miraj. Veçanërisht për shembull ata që ta kanë inatin, ata që kanë zini. Ata të përcillen, ata dojmë të gjetë metat. Dhe jo detyrimisht çdo ziliqar për shembull e ka gabim kur çorton. Jo gjithmonë. Ndoshta e ka motivin e lig. Ndoshta synon me këtë me të poshtu, të çka është puna e motivit dhe qëllimit. Ama përmbajtja e këshillës apo përmbajtja e qortimit mund të jetë përmbajtje e vërtetë. Nuk duhet të refuzuar gjithmonë çka vjen nga armiku. Se mund të jetë e vërtetë. Por s'po them ja pranoj atij. Por merr dhe analizoje. Mund të jetë mirë, mund të jetë lig. Mund të jetë diçka që duhet pastruar. Nga faktor që na duhet në këtë betejë të ndërshikues është vetë llogaritja. Ulu dhe fol me veten tonë. Gjatë ditës pak qaste ndaj për veten tonë. Gjatë javës pak më tepër. Gjatë muajit, vitit, ndalu. Unë kam besuar në këtë. Unë mendoj që kjo është e mirë. Mi ndërpër me këtë si jam, vallahi jam rapa. Nuk jam si duhet. Mos u arsye ta, por zbulejt metat dhe përmirësoj. Si ndodh kjo? Me vetë llogaritja. Ndërruar shikues, nuk ka mundësi njeriu me e fitu betejën me veten e kur s'ka fol me veten. Kur s'është nal me llogarit veten tonë, kur s'është nal me llogarit. Jetor kanë se njeriu duhet me llogarit veten e tij, ashtu sikur e llogarit ortaku koprac ortakun e tij. Jo që ortakun, po një ortak koprac, si të llogarit. Shumë detaje. Pse kjo? Pse këtë ke blej, ke mujt më lirë, pse kështu? Çdo detaj e të llogarit. Edhe ti llogarit e veten tonë çdo detaj. Sikur që tha Hasan al-Basri rahimullah. Besimtari e llogarit veten para veprës, gjatë veprës, edhe pas veprës. Para veprës, pse po do më fol këtë fjalë? Çka është qëllimi yt? A është e vërteta? Mos vao do më ofendu dikon? Mos do vao më hap rrugë për gojim, çka po do më bë? Vëllai që kështu llogaritën e tij, edhe me bazën e rezultatit të vetë llogaritjes, pastaj vepron apo nuk vepron, flet apo nuk flet. Gjendja e tij është ndryshe nga ai që fare me këtë punë nuk mirët. Natën llogarit vetën tonë. Sot çka kam bë? Mos e kam ofendu dikon. Se kam lëndu dikon që të kërku halaletin sa pa. E kam bëni punë është apo ka pas mundësi më kon më mirë. Ka pas mundësi më qenë për shembull është më shumë. Ka pas mundësi me qenë për shembull më cilësore, më kualitative, ka pas mundësi. Atëherë nesër pra bëjmë. Llogaritë vetën tënde në punë që ke kryer, e në ato që është dashmi kryer, se ke kryer, pse se ke kryer. Na duhet vetë llogaritja. Duhet më ndal me veten tonë. Jo ky vrapim dinamik i pandashëm dunja që kemi harruar veten tonë. Shkoni të nderuar vëllezër dhe motra, sa bukur Allahu në Kur'an ka lidh mes vetë llogaritjes dhe harrimit të vetvetes. Në surën Al-Hashr Allahu çka thot? Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighan wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. O që keni besuar, keni frikë Allahun, ruajini nga dërimi i Allahut. Si me bë këto Zot? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighan. Shikoj nafsa ka përmend Allahu. Çdo kush le të shikon çfarë ka përgatitur për nesër. Ki me dalë për Allah të manduar, çka kimi thonë. Ki me dhënë llogari për punët tua, çka kimi thonë. A je i gatshëm, a je e gatshme. Pasi përmendi këtë vetë llogaritje, çka Allahu tha pastaj në ajetin e Yusuf? Wala takunu. Ju duhet të jeni ata që llogaritni vetën e juaj. Ju duhet të jeni ata që janë të zgjuar, ju ata të përgjumur, ju ata që janë në huti. Jo ta qenë të rrëmbyen nga dunjaja, kanë harruar veten qëllimin e krijimit, kanë harruar Allahun te barekuhu teala. Mos u bëni kështu. Ose çka do të thonë nëse ndodh kjo?
Wala takunu kalladina nasullaha. Mos u bëni sikur ata që kanë harruar Allahun, obligimin e Allahut, fa ansahum anfusahum. Allahu ka bërë që ta harrojnë vetveten. E ka harruar vetveten. Për gjithçka i ka rënë mend. I ka rënë mend për shembull për pushimet ku kam i kalu, i ka rënë mend fëmijë që kam i ble, shtëpinë që kam ndërtu, çu kam rregullu, çu kam fitu, çu kam shku, çu kam ka eti ka rënë mend. E ti? E ku kime shku? E ardhme të ku është? Qka pas vdekjes? Qka i thua Allahu xhallahu ala për jetën tonë? Llogaritja. Nga se epshi nuk do vetë llogaritja. Epshi do të vazhdo tutje në shpenzime enorme për ta kënaqur nefsin. Jo vetëm shpenzime enorme në aspekte material, jo, edhe të kohës. Njerëzit shpenzojnë në mënyrë enorme kohën e tyre për kënaqësi saktuar. Në fund s'ka kur gjë, vetëm një dëfrim. Shpenzimi enorm i kohës është më i keq se shpenzimi enorm i tepruar i pasurisë. Pasuria deri diku apo të kompenzohet, riparohet, por ku shkon? Dhe ku je ti me kohën tonë? Ku je me kohën tonë? Ku je ti me jetë, me qëllimin, ku jemi ne? Duhet me llogarit vetën tonë. Pse e thash këtë fjalë? Pse shkova këtu? Jo të bëhet njëri vezvese, s'po them vezvese. Jo në kuptim të një lloj frike, mos o keq diçka. Jo. Llogarit vetën tonë. Sikur të llogarit parët. Çu është llogarit parët? Për shembull, kur të shkon në dyqan, para se me ble diçka, a bën një llogaritje për shembull, kët po do me ble, kam llogari, a më duhet, ose çmimi i shtrejt, ose që dikon më lirë, mos ka ndoshta ndonjë tjetër firmë që mund të jetë më e lirë, e kushtimisht shut, a bën një llogaritje caktuar para se me nxirr parët. Do bën me jetën. Para se me shpenzu jetën dikon, kohën dikon, mundin dikon, llogarit, a ki e sap, as ki e sap, a ka mundësi ndoshta dikon mund të jetë më mirë. Gjitha këtu janë pjesë të betejës me veten tonë. Këtu janë faktorë që na ndihmojnë me fituar këtë betejë, vetë llogaritja. Sikur që Omeri radiallahu ta'ala anhu tha, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetën e juaj para se të llogariteni. Qase kena me llogarit për Allah të mënduar. Gjithashtu të ndërruam vëllezër dhe motra nga faktorë që na ndihmojnë në këtë betejë për të fituar. Për fituar kundër egos e epshit, që duhet ta bëjmë këtë betejë, nga se realisht aja bën me neve këtë betejë. Nga faktorët që na ndihmon, nga armët që na duhen është largon nga punët e dyshimta. Largon nga ajo që nuk të përket. Në si shahat. Të ndëruar shikues, Allahu xhallahu ala ka shëruar halalin dhe ka shëruar haramin. Dhe ka gjëra me sy që janë të dyshimta. Nuk është e qartë bash ashtë, jo për shkak se fetërisht është e pa qartë, për ne mund të jetë e pa qartë, ne mund të jemi situata që nuk kemi shumë të qartë. E kur jeni situata tilla që nuk është shumë e qartë, mos nxito. Nga se epshi të gjithmonë po mëre s'ka gale. Për shembull të ndryshë shikues. Nëse jemi para një pasurie që nuk kemi të sigurt a na takon apo nuk na takon, çka thot epshi? Takon, çu nuk takon? Epshi thotë çashtu? Mos nxito. Vërtetohu, ose i largon nga çështja e dyshimta nuk e di. Po mund të është haram nuk më takon, po i lo. Nëse largohesh në distancë kaq të madhe nga e keqja, ku mes teje dhe të keqës është e dyshimta, a je i sigurt apo je i pasigurt në këtë situatë? Je shumë i sigurt se nuk bien të keqen. Je shumë i sigurt. Sikurse e kundërta të ndërrosh shikues. Ai i cili për shembull fal namazet sunet, a ka mundësi me lënë farzën? E s'ka mundësi. Ndër thona zakonshme normale jo. Njëri për shembull që e fal sunet e drekës, a ka mundësi e fal sunet e drekës, ama farzën e lën? S'ka mundësi, kjo nuk ndodh. Ama ai që e fal veç farzën, nuk i fal sunetet, rrezikon dal nga dalë edhe me zbez farzën, ndoshta me shtyn nganjëherë nga kohë, nganjëherë ndoshta edhe me lënë, Allah na ruaj. Prandaj krija gjithmonë distancë ka e keqja dhe krija gjithmonë siguri për punët e mira. Largon nga ajo që është e dyshimta, dhe largon nga ajo që nuk të përket. Nga se nëse mirësh me ajo që nuk të përket,
kime e dëmtu vetveten dhe kime braktis atë që të përket. E nëse e braktisim atë që na përket, nuk mësojmë e as nuk bëjmë punë mira. Nga se mirë me punë që nuk na takojnë, nuk na përkasin. Sa njerëz e kanë humbur betejën me vetveten. Kanë rafat keqësisht në kurthat e epshit për shkak se janë marrë maçë nuk e përket. Nga këshillat është edhe mos e tepro. Gjithçka me mos. Nga se nefsi don teprim, e mos e tepro. Mos e tepro në ushqim, mos e tepro në pije, mos e tepro në knatësi, mos e tepro as në mërzi. Kur që mos e tepro? Bëhu mesatar dhe i matur në çdo aspekt. Mos e tepro në gjumë, mos e tepro në shoqëri, me najt gjatë, jo. Kemi nevojë më shumë me njerëz, kemi nevojë me najt e tjerët, por kemi nevojë me najt edhe me veten. Kemi nevojë edhe me lezu, kemi nevojë edhe me fal. Gjitha këto kemi nevojë. Jepja çdo gjë hakun që meriton. Teprimi zakonisht e ushqen epshin dhe pastaj e bën të fuqishëm në betejat kundër neve. Ndërsa nëse nuk e teprojmë dhe e menaxhojmë veten tonë, nuk e treguar ne epshit sa duhet e jo ai neve, ne rresht jemi në rrugën e duhur të fitores. Jemi në rrugën e duhur të fitores për shkak se nuk e kemi tepruar. Andaj shikoj ndëruar, këtu janë disa prej mjeteve që na ndihmojnë me lejen e Allahut të manduar dhe mos harri përfund normalisht shoqënia e mirë. Nëse rrinë në shoqërinë aty që janë epsharak, padyshim që kanë më ushqy epshin e tij, kojtën, lakmin për punë të këqija. Nëse rrinë në mes atyre që janë të devotshëm, që janë edhe ata të angazhuar me betejë kundër vetes, kundër egos, kundër epshit, ky bashkëpunim pastaj ju ndihmon me adol sigurisht se ceka tek sura El-Asr në takimin e kaluar. Këtu janë disa prej udhëzimeve, faktorëve që na ndihmojnë me lejen e Allahut të manduar t'ia dalim në betejat tona, veçanërisht në betejën me vetveten. Nëse këto etapa i ndjekim, sikur që në takimin e kaluar, dhe në qoftë se këto etapa i kalojmë duke u ndihmuar me faktorët që i përmena, me lejen e Allahut të manduar, një betejë nga më të rëndësishmet e kemi kaluar si duhet, është betejë me veten. Në mbet në betejë tjera, për spakun se këtë kemi kaluar, është tregues i rëndësishëm dhe domethënës edhe për mbarvaqjen dhe epilogun e betejave të tjera. Allahu na ruaj nga e keqja e veteve tona. Na udhëzoj në rrugën e drejtë. Na dhash Allahu pjekuri e maturit mjaftueshme që t'ia dalim në këto betejë e dalim faqebar në dunjë edhe në ahiret. Kaq për këtë pjesë. U takofshim takimin e ardhshëm në betejën e radhës. Zoti ju shpëlbeft, i ruajt. Assalamu alaikum.